Të faleminderit shumë për gjitha këto detaje që dhe për ne dhe për shikuesit tanë. Në ndërkohë 6 nga të arrestuarit si të dyshuar për vrasjen e ish-policit Muhamet Lika u paraqiten sot para trupit gjykues në Ferizaj. Se çka u vendos për ta, do të na njoftoj kolegja jonë gazetare Sala Gashi, të cilën e kemi në lidhje të drejt për drejt. Sala. Ishte parapar të fillonte në orën 1, por filloi seanca gjyqësore për 6 akuzuarit, që me kërkesën e prokurorisë janë paraqitur në gjykatoren e gjykatës themelore në Ferizaj, po që nisi në orën 14, pra në orën 2 të kësaj pasdite, e që nuk dihet akoma se çfarë është vendosur për këta të dyshuar, të cilët janë arrestuar dje gjatë orëve të para të mëngjesit, që janë në fakt të dyshuar për vrasjen e rështerit Muhamet Lika të datës 2 prill në shkallët e banesës e tij. Nuk dihet se çfarë është duke ndodhur në gjykatore, veç se në bazë të burimeve që kemi brenda, thuhet që akoma po vazhdon seanca gjyqësore dhe se nuk dihet a do të vazhdohet masa e paraburgimit prej 30 ditësh, një që është vepruar edhe me të miturin gjatë ditës së djeshme, pra gjatë ditës së hënë. Këta të dyshuar po akuzohen për vrasjen e rështerit Muhamet Lika me datën 2 prill, e që gjatë ditës së djeshme policia me 170 polic të njësive speciale të ndryshme të cilat i posedon vetë policia kishte bllokuar qytetin e Kaçanikut, por jo vetëm atë, por edhe qytetin e Klinës, ku kanë rezultuar në 9 lokacione të ndryshme, e që kanë rezultuar edhe me arrestimin e 7 të dyshuarve. Në fakt, të dhënat që i kemi si Klan Kosova, si ekip i Klan Kosovës, këtu që po qëndrojmë bashkë me operatorin Rën Saliu, kemi kuptuar që në fakt mund të lidhet vrasja e rështerit edhe me një rast që kishte ndodhur pikërisht në fund të vitit 2023, ku njëri nga të dyshuarit ishte arrestuar nga rështeri për shkak të nxitjes së urrëties fetare dhe djegjen e bredhit të festave të fundvitit në qytetin e Kaçanikut. Këto janë disa nga detajet që i kemi si ekip, mbrapa meje po shihen edhe veturat të cilat do të janë sjellë në fakt të dyshuarit në gjykatore, e më pas edhe në këto vetura do t'i largojnë, e që një gjë e tillë akoma nuk po dihet se kur do të ndodhë, për shkak se po vazhdon gjykimi dhe seanca është ende në vazhdim. Për çdo detaj ne do të jemi prap qoftë me lidhje direkte apo në një historie të përmbledhur në edicionin qendror të lajmeve në Klan Kosova. Sigurisht se po, Sala, të faleminderit shumë për gjitha këto detaje që dhe për ne dhe për shikuesit tanë.